Në një kohë kur vendi po pret konfirmimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, vëmendja e qytetarëve është përqendruar tek zhvillimet e fundit politike në vend, veçanërisht ato në Kuvendin e Kosovës. Situata e krijuar ka nxitur reagime të ndryshme nga qytetarët, të cilët shprehen të shqetësuar për këtë ngërç që nuk po merr fund. Ekipi ynë gjatë ditës ka qëndruar në terren për të marrë nga afër mendimet e qytetarëve lidhur me zgjedhjet e reja që pritet të mbahen. Kur gjatë diçka ndryshim s'kam më pas. Për çfarë arsye? Si përpara, arsyeja se nuk janë kërkun hiç. Unë nuk e besoj tek janë në korrekt s'ka kur far zgjedhjesh. Çka po shifet jo. Tash arsyeja ku është, pe dim të gjithë. Inshallah bëhet mirë. Se për çështon që kanë filluar këta, shteti jo në veç tu fundos është. Asnjëri nisej nuk mundesh me bë. Secili fol për veti. Do me thonë asë nuk e mendon se duhet me pas një kryetar e shtetit, duhet me arrit diçka, se bën më kështu, na si pensionera, ma zëma keq për ne. Ndërsa një tjetër qytetar u shpreh kritik ndaj klasës politike, duke theksuar se vendi po përballet me mungesë përgjegjësie nga ana përfaqësuesve politik. Politika ka rënë prej provimit. Prandaj zgjedhjet e jashtëzakonshme kanë me qenë zakonshme dhe vërtet janë një papërgjegjësi përgjithshme e klasës politike, edhe opozitës, edhe pozitës, edhe opozitës. Prandaj është një neglizhim i jashtëzakonshëm i këtyre sjelljeve që nga vojnë dhe përgjegjësi që kanë ndaj qytetarëve. Është për çdo kritik, për çdo është e papranueshme mënyra e tillë e sjelljes së politikanë. Këta kanë humbur rrugën. Politikanët kanë humbur rrugën. Nuk ka si të ndodhë ndryshe, kur është për derisa nuk përfillet kushtetuta, nuk përfillet normat që janë përcaktuar në çdo shtet normal. Atëherë ndodhin gjitha këto që kanë ndodhin me ne. Prandaj shumë të papërgjegjshëm. Një tjetër qytetar theksoi rëndësinë e reflektimit nga ana e politikanëve, duke rikujtuar sakrificat historike të popullit dhe nevojën për një çështje më serioze në udhëheqjen e shtetit. Politikanët tonë nuk gëzojnë me harru çka ka ndodhur me kombin tonë këto 100 vjet. Me sa sakrifica, me sa luftra, me çfarë vështirësi kemi arrit deri te kjo mbrëma që fiton lirinë. Liria është gjoja më e shtrejtë. Prandaj çdo kush prej partive politike ose politikanëve që mendon që ka filluar dje ose sot, e kanë gabim. Unë mendoj që në parlamentin tonë Kosovës duhet me pas struktura politike ose njerëz që merren me politikë reale që çojnë shtetësinë e Kosovës përpara. Të tjerë qytetarë prapa kamerave pohuan se kjo situatë është e panevojshme dhe shumë e mundimshme për të gjithë popullin, pasi për kalkulime partijake pasojat po i bart i gjithë populli.